duke qenë se edhe rastet më të rënda, ne jetojmë jemi pjesë e kësaj shoqërie, edhe rastet më të rënda ishin sa i takon platformës TikTok. Jemi shumë të kujdesshëm që gjatë bashkëpunimit ton, nga një anë kemi parasysh lirinë e shprehjes, nga ana tjetër, patjetër duhet të pastrojmë ambientin edhe në fushën digjitale për të mos pasur përmbajtje të dëmshme. Sa pa pastërtia? Qasja e institucionit është çka është e ndalueshme, le të themi kështu, në offline, pra në median tradicionale, është e ndalueshme edhe online në median online, në median digjitale. Pra, kjo është qasja regulatore. Edhe institucioni në këtë frym punon. Sigurisht, ne nuk kemi juridikcion mbi platformat, pasi ligjërisht ato operojnë jashtë, pra janë të themeluar dhe operojnë jashtë, janë të vendosura dhe le të themi kanë selit e tyre jashtë territorit shqiptar. Pra nuk janë në juridikcionin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht se kanë përmbajtje të cilat i janë drejtuar publikut shqiptar. Pra ne jemi marrës të produktit të tyre, por ne nuk kemi juridikcion mbi këto platforma. Nisur edhe nga rastet e rënda që kemi pasur që në vitin 2024, ne arritëm të bënim ndoshta diku nga gushti i vitit 2024, arritëm të komunikonim drejt për së drejti me TikTokun dhe të kishim mundësinë që të raportonim përmbajtje që na i sjellin qytetarët.